Prej 4 ditësh rruga Arco-Baleno në qytetin e Vlorës është bllokuar plotësisht, pas një njoftim paraprak për qytetarët dhe banorët e zonës. Ky bllokim i papritur ka shkaktuar shqetësim të madh dhe kaos në qarkullimin rrugor, duke vënë në vështirësi qindra qytetarë. Shkak për mbylljen e rrugës janë punimet në kuadër të projektit të riabilitimit të saj, një investim i domosdoshëm dhe i mirëpritur. Megjithatë, mungesa totale e komunikimit nga institucionet përgjegjëse ka kthyer një proces normal dëmtimtor në një problem serioz për komunitetin. Banorët e rrugës janë përballur papritur me pamundësinë për të hyrë apo dalë nga banesat e tyre, ndërsa automjetët janë detyruar të ndalojnë ose të kthehen pas një orientim. Situata bëhet edhe më problematike për shkak të rëndësisë strategjike që ka kjo rrugë, e cila shërben si akses kryesor për 2 institucione publike kyçe, ujësiellës kanalizimi rajoni Vlorë dhe operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike. Qytetarë që kanë pasur nevojë për shërbime emergjente apo administrative dhe që nuk e njohin zonën janë detyruar të kërkojnë rrugë alternative, shpeshherë pa sukses, pasi mungojnë tabelat orientuese dhe informacioni zyrtar. As Bashkia e Vlorës dhe as firma që po kryen punimet nuk kanë përcjellë ndonjë njoftim paraprak në media. Bllokimi i një rruge kryesore pa njoftim publik, pa tabela orientuese dhe pa një plan të qartë për menaxhimin e trafikut përbën një papërgjegjësi institucionale ndaj qytetarëve. Njoftimi paraprak nuk është një favor, por një detyrim minimal institucioneve publike. Një komunikim i thjeshtë përmes mediave lokale do t'u kishte dhënë qytetarëve mundësinë të organizonin lëvizjet e tyre, duke shmangur konfuzionin. Por situata mbetet shqetësuese teksa shikon se punimet nuk kanë avancuar dhe se firma e ndërtimit nuk po punon. Mjetet janë të ndaluara dhe në këtë zonë nuk të shikon syri as punëtor. Mungon një njoftim se ku rruga do të mund të jetë e hapur për qarkullim.